Të dashur shikues, jemi këtu me një epizod të radhës të emisionit Muhabet me Arditin, ku të ftuar e kemi avokatin Gazmend Halilaj, i cili në të kaluarën ka qenë pjesë e ushtrisë shqiptare të Kosovës, si dhe pjesë e policisë së Kosovës. Gazmend, faleminderit që pranua ftesën edhe erdhën në studio. Mirë se u gjej, faleminderit për ftesën që ma keni bën. Gazmend, kisha pas dëshirë me fillu prej luftës, masi pak a shumë kjo aktiviteti yt besoj ma me të madhe kështu për të mirën publike fillojnë atë që zhvendosën me u inkuadru në luftë sovjetëshe. Realisht isha në moshën 17 vjeçare, në nxënës i shkollës mesme. Nuk është diçka që pa dim punë shumë e madhe, sepse fshati ku kam jetuar dhe fshatat për rreth janë konë thuajse të përfshin e gjitha. Prandaj nuk u koni çudi mu dalluan pse po kyçna, sepse si fshat, si rajon, si zonë, do thotë jemi kanë farë mënyrë të mobilizuar secili në atë formën e vet. Ma çudi u kon mos me kon luftë në. Ma çudi, sikur shembull një tregtar që ka shpinafer në ull kryqit, edhe del shet gjithsesi ndaj prej femerie bëhen tregtar sepse vendi e ban veten. Kështu nuk e shoni dini diçka shumë të madhe që ku bën nome sepse vendi ka qenë i tillë. Atë ku isha edhe në nxënës i shkollës mesme, kemi fillu fillimisht me dhënë rujt fshatit, natën, në mëngjes, dikun me autobus, dikun ora vkame, kemi mri me shku në shkollë, e kemi marrë mësimin, prap jemi kthy ashtu, mbrëmje kemi dalë apet në peroj, derisa filloi pastaj mu acaru stata pak më tepër, pastaj na ndodhen disa vrasje, disa veprime tjetër, më me thonë si familje jemi konë të partë, pastaj që jemi izolu, mos me dalë në aso ku e glogës që e qushme, tash drenaz, do të mos me dalë në zonë ku kontrollohet nga regjime. Do të ky ka qenë fillimi. Qa kujteni për asoj kohë, do me thonë, a kina i kujtim ose na i diçka të rëndësishme që kështë pas që fendo? Kujtojmë gjithçka. Kujtojmë kur kemi nejt ka 3 ditë pa fjetë, nështë pa ushqim, jo që s'kemi pas ushqim, po nga entuziazmi, nga të na interesu çdo lajm, çdo informacion, çdo takim, çdo lëvizje, çdo veprim i secilit, edhe nuk jemi të njëjtë lodhur kurrë. Pastaj filluan të ngjarjet matrona, do thotë që aty kanë lënë gjurmë, kanë lënë pasojat e tyre. Pjesa e deri në shtator të natës 8, fshati Tërdec, që kufizohet me fshatin Abri, pastaj Ushlikovsi, pastaj Vuçaki, Gullëbovsi, ne ka qenë shumë i sigurt, nuk ka pas asnjë luftë në atë kohë në fshat. Pozicionet e kanë qenë në fshatin Banjicë, në fshat më afër Drenasit. Deri në shtator, diku në 25 shtator ka qenë një zonë shumë e lirë. Ka qenë lidhur me Malishev, ka qenë me ke mujt me lëviz, ka dorë sepse fshatin Likëf që njihet më shumë dhe Abri ndikon prej shtëpisë time 500-600 metra, fillimin e Abris, lagjen e Magës, sepse na jemi të Abris mirë po të shumë në Tërdec. Nëse Likëf është 3 kilometra ku ka qenë shtabe, që ka qenë shtabe dikush ashtu po, ka shtabe përgjithshëm aty. Kanë qenë gjitha. Edhe pastaj ofenziva shtatorit ka qenë jashtëzakonisht e rënë. Pastaj nuk ka pas deri në muajin mars asnjë telashe tjetër. Në fundi muajit mars, prill, maj, qershor kanë qenë jashtëzakonisht trona. Për kolegit pjesë, mas luftës keni vendosur me u bë polic. Që shëra deri te ky vendim? Fillimisht me përfundimin e luftës un kam qenë në Berish, malet Berishës. Nuk e di, diku është të gjatë 8.000, diku 70.000, mirë, por nuk kemi qenë më shumë se 3.000 krejt Kosovë, në fjallë që ke mujt me llogaritë taj, jo që ka qenë 2 javë vështare, ka gjuarmen, edhe ka bashkangjitë familjes, nuk ka marrë me atë pjesë, hiç kemi me ka 10 fshatra që kanë vepruar në atë formë. E ki fjallë për numër të shtorëve? Për numër të shtorëve. Sepse sipas dhonave 13.000, 15.000 sillet në listë. Ane, mirë po, patenik shumica, pej Berishe ka 4-5 që dilshin përmes Petrovës, dilshin në Tetove, marrshin statusën e refugjate, dilshin Shqipëria që pa dimna, i kështin krejt, nuk besoj me lap me krejt që më rrinë fundin o fjallë, që ke mujt me dhoni detyrë dhe me ta pranoni detyrë, ma shumë se 3.000-3.500. Prej atushet, me njëherë jam kyç në batalionin gardist, në zonë operative të Drenicës, Skenderaj, e kemi themelu të me kënë. Dhe thot, unë e kom pastu më najdis të me kësë 00340. Për çfarë muaj është të bu fjolla? Muaj shtator. Natën. Po, do thënë shtator natë, jo në shtator. Në fund qershorit. Në fund qershorit. Qershorit, se në shtator u bota e zotë, është demobilizimi, me mamet shtator. Edhe kemi qenë një grosht.
ushtar, ata theshin një kena morë më të mirë, pas jena kona më të mirë, se më të mirë s'janë përfshi hes, s'ka full me takush, në jena ko më të lëtë, milionit tani, unë jam ko më i lëtë i prej të lëtëve. Një po kom pas fate me qenë aty. Edhe kom punu në batalionin Gardest deri në vitin 2004. Vitin 2004, i kom hypa autobusit, kam shku në shkollë policisë në Vushtre, në 19 janar. E 19 prill, më falë. Edhe kom punu deri në vitin 2015. Në polici, kom punu shef ndrimi, kam qenë në Prishtinë, këtu kam qenë diku 21-22 vjetë, kur e kom udhëheq një njësi, një ndrim njësia për operacione speciale, nuk i shku që i tashtë, i kom harru ato sigurime personaliteteve dhe objekte me rëndësit veçantë. Në parlament, qeverinë, ministri, kam qenë shefi aty në krejt policie, i kom harru tashtë 20 vjetë. Mirë po janë ato, pastaj kam punu në Drenas në hetime disa vjetë, kam punu në hetime dhe në Prishtinë këtë, pastaj kam punu në inteligencë, një 2 vjetë, dhe prej 2015-ës, tash i bona 10 vite në avokaturë. Po, do më thon ke lëviz prej ushtrisë në me kënë polici, avokat, Kemi një... a ke planifiku që shto Asnjë. Dollë këse jetës? Asnjë, krejt kanë qenë pak t'imponuar pak, se po dim na mirë, po asnjë. A ki si polis në i rast që e ki më të rrezikshëm ose në i sanë që e kujtë pak më shpesh është se... Kam bajage shumë. Mas Se vi që ke përmender ku disobi ty në? Po, mas pare, nuk di qa është atë rezultate mija me qenë nërë 98%. Pa tham 98% nëse ku më harru në e herë, diçka në e pytin e... Rezultati kam 100% krejt. Në 2005 për gradër e shtetit kam qenë i pari në Kosovë, i raporti për përmendi, në nivel të Kosovës. S'ma kanë dhënë atëherë, në 2014 kam qenë 99.33% e kom pas rezultatin përfundimtar. Kam qenë i 12 nivel Kosovës, mi për me të porë ka ndani 0-0-0. Raste, mirë po tjeni të bindu në diçka, dhe këto përthan për herë të parë. Rastet e mija që i kom hetu atëherë, janë marrë për studim nga Akademia Gjyqësore e Drejtësisë, kur kam shku me kry trajnimin për provim të jurisprudencës, i kom pa rastet e mija duke u ligjeru nga kryetari i Gjykatës Supreme. Vetëm këshën hi, kremat me iniciale, dhe i thash kryetarit, thash të janë rastet mija, thash këto iniciale bojnë ketemen, këto, kur ja tregova rastin krejt, vërtet u bën se ka qenë ashtu, mu mja dëshmu, mirë po kemi pas momente shumë të mira deri në 2015. Në 2015 rezultatet ishin ekstremet në aspektin pozitiv të hetimit, zbulimit, besueshmërisë, gjitha kur i pandeshkun, ishan inteligjencë, do thot inteligjenca komandanti i stacionit janë një rang, pastaj vjen zavens komandantit. Mirë po zyrtari inteligjencës mundet mos mi tregu komandant stacionit me pas takime pa to. Komandanti pa to nuk ban. Atëherë s'ka më tash nuk e di. Edhe në 2015 më kam përjashtu për i punë e krejt. Se bajage një datë e lindjes para 20 vjete të kuboni gabim dikon, jo para 20 vjete, para datën e 2015, sa për bjen të ashtë aty se pak lëdhe ba vetë, vishmisht para një 40 goti. Para një 40 vjetë një gabim administrativ të kubon. E kush e ka bot dikush për ofiqarve apo dikush. Në kohën që unë isha ndjep. Edhe ishte një arsye, më më qitë për i loje, se kur i hetova klanin prënd ato vjedhet industriale të votav 2010-2011, më shtinë në shenjester edhe për këtyre durve shku në Burgasën shumë njerës për shkak të vjedhjev, tyne, sepse një pushtet që vjen, një parti që vjen pushtet me vjedhja, aty veç krim, nuk ka diçka tjetër, edhe më shtinë në shenjester, prej 2010-2011, kur nalë sulme s'mikan, kur nalë s'jav kam, ata në ashtë nalë dhe herën s'jav nalë i kur, edhe në 2017 më kthej gjykata të pastër si loti, ma të saktoj edhe një shpreblim e gjystaj si pare, më lutën 3 pozita ma të rëndësishme të polici, dhe ashtë dërheqje si avdashtë asja, ashtë fora shesa s'kthej në unë e mate jo, se më këni pas, më këni përbuz, po kanë ru struktura, kanë ruaj,
Letë ndrojnë krejt, unë jam Gazmend Halilaj, me mu s'munesh me lu, sot po më vynë nesër ju. Edhe dhash dorëheqje me 21 dhjetor 2021 të komandon dorëheqje përfundimisht që kom pas pozitën me udhëheq shërbimin e inteligjencës dhe të analizës skrimit për rajonin e Drenasit, mirë po për 2 pozita tjera, tash këtë intervistën ata që pe flas, nëse so ashtu mund me reagu, për 2 pozita më të ndjeshme, më të besueshme, i kom pas hap, njëri prej shefave ka kajt kur ja kom konfirmu që nuk vi, mirë po komandon dorëheqje, edhe jam i dorëheqën, për asnjë çmim nuk u shkoj. Nuk thëshu. Absolut. Edhe ma pozitën drejtorit, edhe cilën do nuk shkoj sepse nuk leje me lu me mu. Jam në avokatur, punë kemi, njerëz kemi, mbështetje kemi, qa me rëndësi armiq kemi, qa shumë e rëndësishme kjo, ata kemi ekstrem, se nuk kam njerëz të mesit, kam ose për krahas shumë dhaj, që i kam njerëz jashtëzakonisht afër, ose i kam kundërshtar shumë dhaj. Neutral s'ko. Ja, neutral s'kam, edhe kur që janë mëngjes që s'm kanë shoh një 50 ose një 100, edhe që s'janë bën një 10 portale të më shoh. Se më në arsye gallë se ki çka shumë armiq. Bashkë më duket që s'jam kërkuar. Kjo pak absurde, për shembull ti e kon në shtëri çlimtare të Kosovës, në TMK, polici i Kosovës, ne portretohesh që i kundër ÇK-s. Ç'to është në publik s'poko. Klani Zemunit. Po klani pronto. Bojnë shkrime për mune për media, për me disa media që kanë të kontrolune, pastaj aty munduan me përqua dhe mesazhe disa shoqata dhe organizata që aqesin kanë jashtë ka herë, që Gazmend Halilaj ka qenë 10 vjet polici Serbisë para lufte. Ndërsa baba i tij ka jetuar në Beograd, dhe unë miku e ka sjellë në Kosovë mas lufte, e Gazmendi ka net u sill kënaqë për luftë me radiolidhjet Serbisë. Nuk e di, që si fa shkrime. 80 vjet para lufte ke pos? 10 vjet para lufte ke pos 7 vjet. 7 vjet. Në 7 vjet e ko polic. Po, polici Serbisë i Miloševićit, po. Çka me thon? Po. Çka me thon? Çka me thon vëlla? Në luftë ma kanë kallë babën për zalli. Ja kanë shti flakën e kanë kallë, ja ka duk pak me vroja kanë shti flakën e kanë kallë. Në luftë që këtë gjershtu e kam t'jekun, krejt këtë pjesë, kom pas tajnë e kështu, kjo pjesë këtë, edhe syni mu pas shterë, për infekcione pastaj, këtë me ndryllë kënë i rrjallë kësi kur qeshme. E ka fsha natën, qashtu dirëshën e për malë, pa logrisë për marrë gishtin me vete. Barki gati i kapën prej rruzës shpines, pa ushqim, pa kur gjan, stova, kur ma ka hek Fadil Bekën e njëhë në jo, doktorin e luftës, kur ma ka hek shtratin, sa i shtratit që mbledhke, i kapën për mishi, edhe ishën rrethona lufte, u dashke me hek me pincet, po ishin e cupa mishi, se s'kishe mundësitje, ishe vetëm mundësi me shpetu, ose infekcione veç kështë depertu të zemra. Kish mjeke që i biket lig. Mu më shkajshe njërës të uj. Një moment, një nga momentet, që sot këtë pjesë nuk e kam hez, po mirë, po, sartë lurë, mos gjithë rënë të më thejrë, të më mnerë, të më nëzejet shumë, ta nëse si ka të pas e ashtë është i jekun, e të mirë, po babën e kallën luft për zalli, e me ta qujtë të bashkë, anë unë i përbalaj, se kam problem, se unë i një, pas është bre mirë, se është mirë, se del për te njerëzores, se një u kallë, i ka dalë në shpirtit të u kallë për i zemit, ma kësha deshë me gjithë 2 gëzhoja, kur jam këthy të shpia. Më di që kanë vrarë, nuk i ka përjetu vujtit, se ndrysh është prej plume, ndrysh është prej zjarët. Si kemi gjithë aty. Qysh ka ndodhë këtë rëndë si i babës? Pe tham pika shohurta. Baba kanë lidhë ka gjafart. Edhe kishme... Në thonë konë më shtyme kështë. Nuk u konë më shtyme mirë, po si tatat e rana, se ka hek shumë aj, ka vujt, i ka pas durët, si kur ka full, baba em ti ka gridh durët. Vere dimen. Aj nuk din qa me hime pi një qaj dikon, ose me nëzora gjashti, s'ka dit. U konë njëre se veç të i punu. Kena pas nashta 70 njerëz, musafer, kanë flet në Ballkan, kanë flet në Grasht, Lopës, kanë flet ku kanë mujt, nashta 100 njerëz. Mill kena pas, shumë se kena punu aty kënë gjithë. Me kuale, me që kena pas, kena punu. Ty o dhonë se cilë që eske dhe ka i thes me vetë, se nuk ditë kënë zanë. Në Liva dhe poshtë kanë qenë nashta 20.000 njerëz më shatin të Erdevs. Edhe në fund ka pas me dalë baba, nana, motra e vogël, që para me e mirë pe motra e vogël, edhe një djali motrës në një fshatit Seravik. Ta tu dalë, serbt
shkit qetnik që kanë qenë ata shumë interesant, tu në gjitë për pjetë. Kur dilshin, nana me këta tjertë, serbt gjujshin. Kur isha baba. Kur kthej ke baba, nanën edhe nipin e vogël edhe motrën nuk e gjujshin. Edhe ashtu kthy baba, ata kanë vazhdu të poshtë. Ale pa lëshu nana poshtë, me motrën e me nipin, janë gjitë e shpia, edhe veç i ka dalë flaka shpisë. Na dhëm që i ka dalë flaka shpisë. Mas pare. I thish me dhëma babës. Suba babës atë ku. Na ton i kena gjitë eshat, i kena gjitë vetëm jone, një djallë miz i ka gjitë 2 eshna, më bje keq për ata që ngojnë këtë intervjisë, sepse kanë përjetu njerëz, nështë dhe matroni u kthejnë edhe që pa tim në emocionet, ka njerëz që kanë përjetu e maran, po për të regoj me qenë se i kanë gjitë veç 2 eshna, edhe një pjesë e barkët i kish pas me jetë pa o djegë. Që aty i kanë qitë një qebe, i kanë që i kanë varë, sa më thanë, kur këthim se na ishme në Berish, në malet Berishas. Nga zmend, që kjo është vorë e Sefedinit, që të ka dë eshna, hajde sa që me dhe pak ma shumë, se s'keni mujtë ma shumë, e kena po, mi përngjoni vorët. Për shkak se si shaj, do të kjo është e vërteta. Vllazën tjerë nuk kam, edhe djegon e me çkaja. Do të lufta, përfundimi i luftës na ka gjetë prej mas shkatrunve, ka që janë shkatruar ma shumë, se ju kanë vrarë dikuj shumë djeme, shumë këtë familje, vajza, se s'kanë kursy, po mund kanë ndodhur që kjo. Do thot 4 vllazën kanë qenë, baba me 3 vllazë, njëna ka vrarë shtar, që se kena varru skor atëherë në Jugosllavi sa kanë punuar shtar, 3 kanë vrarë në luftë. Kështu. Edhe djem Togjës nëse nuk e ke. Po vetë djem Togjës babës që kanë vrarë 4 djem, çata 4 ka pas kanë vrarë 4. Njëri ka lënë 2 çika, tjerë s'ka lënë. Do të ka si familje ma e gjonë, e kena përjetu, e kena vujt për këtë vend. Po flasë për luftën e fundit, pa e përfshi pjesë tjera. Që është argument i bollshëm që si e as kundër luftës, as kundër ÇK-s. Gjysa trupit tem është ÇK-ja. Gjysa trupit tem ende i nin lagt, kam e një edhe gjenerat ma gjenerate. Që ka thënë klane pëse s'jam me ta, pse përdëren luftën me shtrydhë si limonin, si stre, luftën si stre mas krimeve, e tashun që i kundërshtoj emra, epitetet, prej matë ndryshme, ato janë çështje tjera. Po, ma kesha dasht për e muqu dikosh, me boni holumtim, edhe me thonë që kush është Gazmend Halilaj, nuk është kështu. Po so kanë holumtu e kanë po që është për te asoj që e tha me kanë lanë si kanë publiku kërë. Ka shumë njerëz me që më gjojnë personalisht. Let e verifikojnë, let e bojnë një emision, let e shpërndojnë krejt media, let e frynë ka gja shumë. Vështë e kanë pak brëm let e frynë, edhe pse jam avokat nuk ja baja si pa di. Edhe pse shpifin. Po s'kanë brëm, se nuk është nëryshe. Unë jam kjo Gazmendi, edhe pjullës edhe një herë, me shumë respekt, holumtoni nëse është, po sot holumtoni, keni mu binë që e kumë përjetu edhe kena dhonë shumë për ato që i kumë dhonë nuk të regaj korse. Ushtari natës prej Kanade ka luftu për neve, na qka kemi dhonë dëroj, kemi nga që tu kena dhonë ashtat dosh që me dë, për kam për ventunin, për vlasni laktunin, motra fëmijë. Për familje, po. Për familje, po. E kur aj prej Kanade nuk e përmend, çka me përmena? Ka luftu për vend huin koshar atje, e na thëmë unë jam kom, po ti e kom për vend tona, e orë për vend huin ka luftu. Edhe s'pe përmen. Ke luftu mirë, në ratëri, s'ka tash? S'ka ka lidhe pse ke luftu? Do të me luftu apet? Formën që kërkuat, qëh me drejtësi, qëh me ekonomi, qëh me gjitha. Mirë për shëqe e vlidhet anej hures tibe, qësh i patën qësh dullen. Kush ke me radojqicën, kush me ton, kush me udben, kush. Kur të dalin edhe investimet qësh i kanë përbashkë, ta keni mu habit edhe vetë. 80% nuk i të regaj, ju që du me majtë më sheft, po i bajt pa besush me këtu 20%, se nuk e di njerëz, nuk mu me besush që kanë mujtë me shku dhe i natë nivel. Kur të regova para e 2 jave, që janë dalë me kidnapu njerën, veç se kanë i Lidykës, ka qenë me fëmijë 13 vjeç, ja kanë shpaz një karikatur në gjëks fëmijë si honga rrosh, ku vërtet rrosh i kanë me ngoj fëmijë 13 vjeç, baba nuk i dihet kur.
E pas treguar para 5 vjetës kështë besu kërkosh. Që mendoj kush është e vërtet. Po. Ja dho me emër, me mbiemër, me krejt edhe shkojnë e gjojnë. Po nuk hina nehe se dinë se janë maset vërteta. Qyre fëmija 13 vjeç. 13 vjeç. Çka din djali jam që thashti? Çfarë interviste pa dhon, ku i baj kallëzim penal, ku kam pe pa diti. Çka din ai, çka ka fajaj. Kjo s'ka ndodhur në periudhën 99-2000, ha? Në 2000. Po. Djali jam do më çuni par puma, u barazu me në shkollë me tjetrën, që ka prindin Zvicër. Ai nuk di më shumë. E çka ka fajaj. Mirë, po ka grupe, ka banda, ato e përdoru që kënë, sa ta kriminal janë hinë luft, kriminale kanë vazhdu, kriminale kanë mbet, kriminale kanë me vdek. U që kënë e kanë përdorë. Që s'pokën luft, njerëzit e kanë posë njëtin e mirë, kështu? Jo, 3 kategori janë hinë luft. Mos harroni. Një kategori hakikat. Hakikat me mishe me shpirt me dhon. Një kategori mi mshef ato të ma hershme, mi mbulu pak, se kanë pas sharu dhe i këtë, si bashkëpunëtor të regjimit, edhe një kategori me punu për këto që pe bojnë sot, me vjell, për djalin e djalit, nipën së niven. Kategoria 2 të 3 nuk dallojnë fort, sa këtë 2 e kanë po për interes. E aja hakikat ata nuk e një kërkosh. Të në ka shumicë. Po ata si një kërkosh, ata edhe për buk hjeken, ata as nuk e nështrujën kuj, as nuk i servilohen kuj, as nuk livdohen, as nuk shejse me, as nuk bojnë keq. Punojnë ndërtim, punojnë çka kanë, kur s'kan rrinë, po keq se bojnë kërkuj. Mirë, po ata janë merituret. 3 kategori janë do të. A pedi s'po janë hi, sikur sa do kon lista mos me hi filonin në zonë të që kësë mas në jave vike të bajke komandant. Vike më përmes ti u darë këtë komandant me intervenu diçka, nëse kisha nevojë marr leja diçka përmes ti. Marë ky ka qenë kështu. Ja, ky ka punu me Serbi, ka punu për më navone informatash. Çfarë informatash? Ku ne më dhon informata para lufte? Çfarë informatash ku ke mujt më dhon? Pse ka qenë gjithaja hierarkie, gjithaja organizim e struktura? Jo ky ka punu në ushtrit Jugosllavisë deri në bombardime për neve. Po çfarë kontakti po të në ushtrit Jugosllavisë për metobre, pas se kanë gjofteç. Mirë, po tash ti bizneset bashk, femra çapa dijon, do ta bëjnë tash më herë ato që ka punu deri në bombardime në polici apo në kazermë atëherë, marshal ti tash Adem Jashari, se son neve që jemi kone për ne kemi vujt ekstrem. Jo, veç interesi i ka lidh, pastaj ta bojnë ato, ta bojnë heroja çka dush. Po. Po dalte pjesën si avokat, pe kaluaj pjesën e luftës. Pse erdhe pe pozicionit policës te pozicioni i avokatit? A ka lidhshmëri kështu me zëjtë? Po, lidhshmëri ka, une krahas punës policisë e kam punu tokën prej me kual që e punon halo. Qyshe, pastaj me një farë ursusit vjetër që kur punojsha me to nuk i lonsha në shkollë mojt mësim për i zhurë me traktorit i vjetër, diku nisa ka pak më në gjallë, me drum, me kasht, me kumshit qumsht, kumshit jath, kemi shit vez, sepse kena dasht prej njërësës balet me jetu. Krahas këtyne obligimeve, i këmoj 2 puna në polici, punën primare dhe punën sekondare, i ma shumë ka 16 herë me punu punë sekondare. Që shukon e jo? Edhe sa të punojnë, shkënëru në e objekt, në e ministri, na kena pas për unë i pjesë Veroniklit. I ma shumë ka 16 herë, në fund janë me shumë rrugës 50 herë, 80, kishëm shpenzime, po një 50 me shën shtes, 50 për neve, si këshëm rrugën 225 herë, ishin, baja gish, ishin një e 4 e rrugës. Një kosisht tregova për rezultatën polici, që edhe i kam unë edhe i ka policia, do të janë ekstrem të larta, edhe një kosisht e kam me shpenzimet shtetit, po me shpenzimet mia kam regjistru fakultetin juridik në vitin 2013 në Universitetin Hasan Prishtina, në Universitetin Publik. E kam kryt 5 muaj para kohë. Kam diplomu, pastaj kam fillu masterin, edhe unë e veçesha, e kësha marrë një orientim, mirë po ju me dalë si avokat, mirë po atër me ne isha qëfë në zyre ligjyre për brenda policisë apo prokurori shtetit. Ashtë, se avokat nuk ja disha shumë rëndësi me ndeshëm që avokat na veç ngajnë për pare, vrapojnë, me mbrojt, hajdutin, ato nuk ish ashtë. Edhe në 2015 pastaj e kryva prëmime e jurisprudencës me të paren, në nivel të Kosovës, gjitha, ato janë 27 lonë për herë, gjitha poena, gjitha pikë, sot është raport veçantë ka po kryetari i komisionit, sepse me të si jamër ashtu që pa lavdat, mësa mërë për lavdat lutë, mirë po, kjo është që është. Kryetari gjykatës supreme atëherë, po sot të regon që ka bon raport që kemi pas një kuadër kështë, zote ka dorë. Nashta sot atë pyetje nuk i di, nashta s'kom des para se me hi, po kur më ka pyet komisioni kom ditë.
është një fuqi që nuk i ditë përpara, ka dashur unë ndihmu Zoti i Madh. Se kur nuk shkojnë forcat mia, kërkon ta. Zot, unë kam bën munimin aq sa kom ditë, sa kom ujt. Nëse ti s'më ndihmon, këtë që diun që nuk vlen. Prandaj i peru nga Zotit me krejt qenjen prej fundit barkit, më ndihmu, po ju më ndihmu pa e bën mundimin, se ashtu i bën me bë padrejsi. Mëso, puno, pastaj lyp ndihmën e Zotit. Edhe kështu ka qenë, kam dalë avokat, javën e parë, kanë ardhur media, mata në qysh e keni pa vetë, dom që ishin terat e barë, ato që i këtë tjetëri për klikime, të më në kemë gjuhë për toke, që të shkym që një 10 vjetë. Të punos si avokat, a kina i parem, do me thonë, parime di që ki, po a i merë krejt roset, a ki roset që nuk i merë për në arsyet ndryshme kështu? Shumë thuj, si marrën, po i marrën, ka që si marrën, po shumë i thaj marrën, fillëm i kom pas do parime, po ato janë kontë pa drejta. Pse pa drejta? Këmë thonë, këtë natyrë, këtë kapitull vepra nuk e marrë, po masën e kom pa që duhet me marrë, sepse shtetit interesën me bon statistika, me bon numra, me arrestu njerëz, edhe me qetësu masën kënë se patum sukses, dhe ju gjuhet pa fajshme. Je vepra kundër të këtë integritet seksual, je kundër vrasa që duhet mërë në familje, ja, zajmë duhet me marrë. Pse? Kemi pa që shpesh shteti ju karon qaf pas një bazë. Pse u dashme mbrojt tërkane edhe ju ka gjuhë dikujt pakra. Prandaj duhet me marrë rastet edhe me trajtu me shumë seriozitet. Edhe me këtë etike se kemi nuk guxon me mos e marrë një person për shkak se njihet në publik si njeri olt. Nuk guxon me refuzu një person me marrë mbrojtje për shkak se vepra për që akuzohet është e olt. Nuk guxon mos e marrë një person për shkak se ka shumë prova kundër tij, na me thon këtu s'u baj kurrë s'kam sukses, më dalë emri që s'pa kam sukses. Jo ti kemi marrë sikur mjeku. Cupa me shku dhe sa është tu i funksionu një qelizot me marrë më mënu me trajtu. Edhe avokatët do të më po. Këtë përryshë nuk i avokati mirë. Edhe ju hen hak tjerëve. Sepse po edhe ai që është në faj, do të më dënu për ato që është në faj. I jo se ka që shtetja ban 7 vepra, ai veç një ka kry. Prandaj ti kemi luftu për ato gjashtë që se ka, ndërsa për këto me shfrytzu beneficion minimumin, se të karon dura njëri. Edhe duhet me mbrojt drejtat. Ne e dim edhe në Amerikë, mas 7 vjetë njerëz janë dënu me vdekje edhe u dalë që se kon ai heq. Anë njerëz s'ke mujt me kthimi, po të paktën familja ti nuk jetë në histori tina që një bab gjëshit ti ose baba ose çapa dim dikush vrap u ekzekutu dënu me vdekje si kështu kërkemi jo, si kish pas kry po shteti ka marrë çfarë. Prandaj avokati nuk guxon nuk guxon edhe nga perceptimi më lëshun ato mi po do të më marr secilin edhe me dhon maksimumin për ato që ta besa klienti, me rujt fshesin mes klient avokatit, edhe me bu maksimumin. Prokuroja është ja është ai që ndjek. Sikur jenë në pozitën e ndjekësit, avokati shpesh e përfaqëson dëmtuarin, kam shumë dëmtuar që e përfaqësoj, sikur jenë në pozitën e mbrojtësit, në cilin pozicion ti je duhet me ka edhe mos bravs, mos shit, mos friksu. Shpesh ata arrestojnë krejt. Shpesh edhe gjuhen portalet e Kosovska Devojskës, gjuhen ka gjashëm, shpesh edhe një ashtë e merë shoqëria civile dikush prej tyne edhe i vjen lajtë me dhe tjertë, gjuhen, mirë po duhet me qeni pali kundër, se tu ka besu dikush. Qa ka lidhë gjuhen, ti dhe bojnë të vashka ka pak mirë, po në fond drejtësia, dhe sepse drejtësia, unë mendoj që bura nga i modhe zët edhe asë njerë se kom vend dëshim se s'ka me dalë për gjithë shka. Qëto që vëthu të kanë gjuhe, sulmit e ke posë edhe atentote, atë ka shku menja në herë me thonë, e leon shtë, po këthej na që po din ka thëna dikon edhe se s'po shkej ka qështë. A ke pos me mejnë të kur je menua me vazhdu që të rruga me leon në gjysë? Këtu betejët e mija kanë minimumin 14 vjetë. E 2011, Sakt. 11 që të sigurt. 14 vjetë. Fëmija me janë rritë nën ankth ekstrem. Do thot nuk kam pas ditë qetë kor. Kumendu gjithë shka. Per pas një sen se kumendu. Mos brapsa më ndalë kor. Familja e me din që është e kot një gjatil, s'ma kanë thonë se herë, shokte me din që është e kot një gjatil, edhe kur kanë kanë të më full, ka dhe mos i pa pse, është e kot. Kom pas disuar mundësit, mas pari, kom pas mundësit me përfitu pozita dhe pare këtë gjamirë. Shumë kushtet më kanë thonë milion, asa për që kanë thonë. Mu 300.000 kanë ofru, po 300 milion sore. Këtu i kom full dhe ma herët. Per mes ambasada kom mujt me marë familjen me shku jashtë, jo bashkë cilin duhet shtetë, po në disa shtete ku kanë marrëveshje. Kom refuzua të krejt. Mi kanë ofru policinë më mru 24 orë mu familjen,
me ecë me troproj, me shku në seansa me troproj, me shku në fshat me troproj. Jo, unë du me qytetar, me dalë me pjekë shtolba veres, me dalë me pini qaj, me shku me vizitu një të smurt që ka një hall, mja o thot të fjallë të mira, kur gjë më smurt të fjallë të mira, edhe me ecë si kur krejt njerës tjerë. Kur i kom refuzu gjitha, atëherë më kanë thonë kira me të arrestu dhe kira me të hup besimin të njerëzit, s'ki me një vetë. Thash punë e madhe. Me kanë gjitë prangat. Më tërë hjek për aty në zbulime që kësha bon. Që New York Times erë bon e hullëm tem për punën që kësha bon. Këtë janë e për mi kliku tash dalin, kum vujt si kafsha, kum vujt maket se kafsha, kum përjetu loj poshtrime, mu ka shfaq të marë në trum, kum bo një operacion, kam i bo tjetërin, veç nga hiperengarkesa, atentati i dy firt aty, 2 atentatet në atë nënën, pastaj avokati gjujti veten, e plagosi veten me një lës tjertë, pastaj qka jo. Kur dolen kamert, kur dolen familjar tyne, kur dolen krejt. Ja këto e pagun Serbia, vëllë. Ja, ne, qka s'kemi përjetu? Jemi bon shumë të fort, ma këtu problemet e vogla, nuk na, pse është një kolon dikon, nuk tham kuqa, i ka dhe kolon, ja, këtu ma nuk na bojnë për shtypje, besa së më dojë atje, realisht kena përjetu gjithë shka, po jemi në pache me veten, edhe e kemi një numër të jashtëzakonisht madh mbështetësve, sidomos diasporës, e i los kundërshtarët e me, armiqtë e me, kur mos nalen, bile të bëjnë edhe shumë ma aktiv, se kur isha që po nalen, edhe dita nuk më shkon tani bashkë. Ashtu duhet. Bashkë mirë, Ja. Me ngjesu mirë një 30 titull mi post, disa portale që shojnë e fyne, po shtrojnë e mirë, është tani edhe ja 200 komente tyne, janë njerëz janë me Facebook atë rajshëm. Por të qesë në mëshlirë nuk me pa di letërisht lirë. Që shojnë e po shtrojnë, të qesë në mëshlirë nuk i ngutë, se herë as pa di as kur gjë. Edhe bubures më bon se si preke, sepse shonë mëshlirë dhe që shkure ki emrin tjetër atë fotografinë. O, le të bojnë çka donë, se one në klasën e 6 shkollës fillore në Abri, e kom të kalua damëzorën e kompleksa pa nevojshme dhe këtu shore këtu veç më nxisin me qenë shumë maj sakt edhe mi godit kështu mirë patru mare, patru keqare. Kështu që ato portale që janë të mëni tash, le të angazhohen edhe pak ma shumë, le të mshojnë edhe pak ma shumë se s'ka të keqë. Së fund mi e aktivizohen politik, nëse aktivje konë kështu me postime, me komente, me analiza, më janë të arsu të lista gudzë. Që shërë dhe dete që vendim, pyetja por, edhe pyetja dytë, pse ju në vendosje të lista gudzë? Po. Se të kena po tafret me vendosje, edhe pse ato bashkë janë në një farforme? Bashkë janë po. Kështu, vetë jeta o politik, edhe tema që kemi trajtu ne, realisht unë mendoj që se cila temë që kemi trajtu, se cili shkrime ka pas një mesazh. Hoxhallar thë një urtësi brenda saj, ka pas një mesazh. Edhe shikueshmëria është ekstreme, shembull në intervistë emja 1.300.000 e klikojnë. Jam bashkëpunëtor dhe televizionin News 24 në Shqipëri që i ka 1.000 punëtor për Kosovë jam mund të thotë. Sepse shikueshmëria pe bat veten që e konsiderojnë se kanë interes, shkrimet e mia botohen pasaj një javë në për gazetat ndryshme, bashkë nejse bilam aty. Edhe kom pa që dikush përfiton prej aty në intervista. Si në aspektin politik, si në aspektin juridik, si në aspektin ekonomik, u fjora që i pëlqen diku, qas e pëlqen dhe të lenë, unë nuk për obligoj kërkan, as me kliku, as më shkru komentet mira, as me vërpru ashtë. Kemi trajtu vjetë një rast, vitin që shkoj, që më kanë shanë fillim ma tepër se 2 milion njerëz për një person që vranë Serbia atje. Unë desha me që mesazh të trit, mos e njek në rrugën e ti se keni me u këthy si kur kjo edhe nuk i bon një heroj, më shanë, më finë, më kanë nësen, në fund dulë qysh, e thashën. Edhe vetë vendosja, edhe gudzë e kanë pa që muj me dha për ta, jam jashtëzakonisht i afert me vetë vendosjen,
jam jashtëzakonisht afert me guxon, mirë po zyrtarisht jam guxo, po unë i konsideroj që janë një ka një platformë përbashkët dhe cilën do pjesë që je ban pjesë të dy pjesë. Do thot kryeministri Albini kryeministër, Zavens kryeministja Zonja Donik Zavens e Tina, çka do thot që një. Prandaj as 1 milimetër nuk jam larg vetvendosjes, pse jam në guxo, sikur që kur më ka po dikush më shumë vetvendosje, absolut nuk kam qenë ma afër saj apo guxo. Për mua janë një që ka një platformë shumë të qartë, edhe në aspektin strategjik, e dim sa që kanë ndodhur me Mitrovicën, me ato, tash fundi, edhe me shtesa sociale, me veteranët, me gjitha, njerëz theshin kur të fitojnë vetvendosja. A dikush thekë theshin ata që kanë shit statusin e veteranëve. Ju merr statusi, shkoni në burg, keni më kthy pensionet ato, vetvendosja ja arriti pensionet. Çata që janë kontrajsh më vërtet. Tjetër komision është që ka njoft. Kurse kujt që ka njoft komisione vetvendosja edhe guxon nuk ja heqën pensionin kërkuj, përkundazi arreten. Kemi listën dëshmorëve shumë dëshmorë që janë dëshmorë heq. Që janë ndek mas luftë, janë ndek në luftë, janë vrarë rrethona të tjera që s'kan pas bëjnë me luftën, e kin lista atë që dolën përmi gjysa, as aty as ja vjeki statusin, as ja uli pensionet, as shtini me kthy pensionet, as vini se pasur penale. Mirë po ja rrit mirë, një komision qeveritor atë ku ja ka njoft, që na kena mundësi me arrit pensionet që kaq, se mund si kërkone. Do çka do thotë që këtë propaganda që banë u dolën që kanë qenë vetëm shpifje. Isha sa dalin 3-4 vetë e mushin kryt alkool, kënse pa shojnë kryeministin, me shojnë qeverinë, shojnë ato. Mirë, pse nuk shove kur u amnestun kriminal serb për krimet e vitit 2000 me Mitrovic, 2014 atëherë. Pse kur bon aja, pse kur shumë 800 e ma tepër policë kur shpallë varësia e Kosovës, 8 muaj u dhanë rrogat, e si unal kërkuj suspendu kërkosh. Pse nuk shove zë për zënizën, pse ato, këtë të banën, kur e banë Radoj Qiqi me tepet kohë që e preshen, de facto, ju de jure, de facto, në kohë të klanit pronta, a ishte kryetari i Kosovës për pjesën e veriut tani. De facto, pa thamë, lete kupta dikosh që lecën pak më shumë. Mirë, po sot do shtë debun, sot njëtë si terrorist, këto flet arrest, nivel ndërkombëtar. Këtë këto i ka bon vetvendosje. Nëse i përmbledhim 3 punë, gazmen, cilat mendon që janë 3 punë kryesore që i ka bërë qeveria për 4 vjet? Unë mendoj që ka bon shumë dhe shumë vështirë me identifiku vetëm 3, sepse secila është sikur gishtet e dorës, apo sikur kur e pyet dikan cilin fëmijë don më shumë, ai secilin thati duhet të bëjnë hak tjetrit. Mirë, po çështja me Mitrovic ato që ngërthejnë disa tjera se asu ka qenë gati as premtim elektoral, debimi struktura serbe, siguria që është nashta 50% është më ka ma siguri, ma shumë ka siguri në pjesa nej, ku është administru pe qetnikve, se son pjesë tjera, që është adinore o duket në popull shumë e thjesht, mirë, po përmes tyre janë pagu gjitha të krime që apo gjitha të struktura, sepse tash nuk kanë linë bugjetoj që është me arstu parë, dhe është një qështje shumë enderlikune, shumë komplekse, pastaj qështja targav, pastaj tash me rritja e trajtimi e shtesa sociale, fëmijëve për herë të parë, fëmija e sapo lindur, fëmija parashkollor, fëmija në shkollë, i kanë mëllat vogla, i kanë pagat e tyre gëzohen në herë në mujtë, në anat lehona, aja, pastaj në mas të madhe, u stopu edhe korupcioni, nuk pa thamë që hik 100%, se pa të siguraj që me bo me pas kush e jetën. Del numër i madhë, mirë po në mas të madhe, u stopu, pastaj ka ndryshime në sistemi drejtësisë, sepse nuk ka shumë i vrejshëm, mirë po ka ndryshime, se ka qenë një kohë kur s'ke pas, ku anë kanë një farë mënyre, janë bon shumë punë të mira, mirë po unë mendoj që duhet të një kohë gjatë, për me arë nivelin ku duhet, ama për ato duhet me vepru secili. Dikush me një komend, dikush me një shkrim, dikush mos me aty ti ka ke shumë i zoti halal kohë, se e ke pas veç një kazëm para 3 vjetë, së dhe ki kaq bagera, mos me thonë ti halal kohë, pak të mos pak guzash me thonë kur gjo, as me raportu që e s'guzan, bile mos e mështet. Në farë një duhet me kontribu secilin formën e vetë, kuptohet duke përdor mjete dhe mekanizma ligjor, jo që shniva që banën thiri para 1 ose 2 javë ditë njerëz intelektual, hajde e bllokojmë kovendin, i mshelmi në zyre deputet, i mbojmë mrenda desa të vendosin. Kanë guxën me mbyllën zyre bre. Ajo shprehje me kundëlish me liris. Kanë guxën me dhunë me detyru me votu. Ai ka imunitet. Mirë keq ka me votu qysh, ati t'ja merr mendja sepse ato ka çu dikush aty.
ti mund tu e kanë nëse tu e majt lullën pa boke, mund e shtirë me në shku që s'ka pa, nuk prodhon efekt juridik pastaj. Do të thirrje të tilla janë papranueshme dhe i bajnë thirrje njerëzve mos t'i ngujnë ata zona sa ata mund e pas dhe qëllimi, dhe interesi. Njeshi pak knoqën, shkon shesh, moj protesti pas procedura, duke njoftu policinë, gjitha të verime që do të marrë para praka administrative, shpreh pak nësitë tone, a çato ka leju ligji dhe konstituta. Po jo me forcë të nguju të deputetit mrena. Ja po kjo është stili dykës ky vetë ole to i kujnë atë don. Ajo është një deputet që nuk guxon as më shël zyre, as më nuk më shël zyre. Sepse ban me një herë për penale. Prandaj unë mendoj se si me dhon kontributin vet për mënyrën më paqësore, më demokratike. Përndryshe rrezikojmë më bon sikur shteti i Siris, sepse dhuna prodhon gjakdera, pastaj trazira publike, trazirat, na e dim ku i konvenojnë vetëm shërbimet tuaja që sa duhet mirë. Kështu që është mirë me pas kujdes, kontribut, po mirë po në frymën e ligjit. Po, për shkak nëse duhen na me gjithë në punë më dobët, se ku ka performuar më keq, cilat mendon që janë pikat e dobta të qeverisë. Domethënë i kam përmend do punësime, do tendera, ose çështjen e energjisë elektrike, shtrejtimit tepërt. A mendon që janë pikat e dobta ashtu? Unë mendoj se çështja e shtrejtimit nuk varet vetëm prej, sepse kjo është çështje ekonomizmi, por nuk varet vetëm prej nivelit lokal, do të thotë ne jemi në nivel lokal, Kosova, Shqipëria, Ballkani, apo dimna. Mirë po varet edhe prej disa faktorëve të tjerë, sepse ka të bëjë me drejtën ndërkombëtare, sepse ta dikton rritja e naftit, e derivateve të tjera, dhe në berza atje ndikon vetëm lufta e fundit që filloi para 4-5 ditë, sa ka ndikuar të çmimi i ardhe, shumë çmime të tjera, sepse u të interesante një brymë ra dikon të na me njëherë ndikon e dim rastin kur filloi lufta në Ukrainë dikon 12 orë natës, në mëngjes u shtrejtu nafti, u shtrejtu vaji, u shtrejtu milli, se ka filluar lufta prompë, po ti këta se ke blej prompë, ke blej në 3 muaj më herët. Në farë mënyrë na keq përdorëm. Mirë po ka shumë dikastere, ka shumë ministri që duhet me qelë sytë më shumë, me punu më shumë, sidomos në aspektin e drejtësisë dhe sigurisë, mirë po edhe në ekonomi edhe në bordë, mirë po edhe ato që i lavdrovan, edhe ato mujnë edhe në më gjenë edhe më mirë. Për shembull dhe më nivel në arsimit, nuk jam me knaqen, sepse unë muj me rajt vetën sa du mirë, po janë mekanizma tjerë që bojnë matën që s'kan interes për i kërkuja, janë shumë real, edhe ata të regojnë ku ki venin. Pastaj sistemi i drejtësisë nuk pesa kërkosh, ti me rak gjykime që me ta njoft një shtetjerë sa njëjë që me ekstradu filan personin që ka bon këtë krem kur e merë ata, se të matë një seancë gjyqësore, e ka mbrojtjen, e ka gjithë atë, edhe kur shihet që ju ka nështru një procedure me shkelje thelbësore të dispozitat të procedurës penale. Pastaj kemi vërtim gabueshë të gjendjes faktike dhe aplikim të gabueshëve të materialit të ligjit penal, dhe nuk ta njeh hiç, kemi rastin vazhdimisht na përcjellin këtu. Pastaj në këtë aspekt duhet një grosht i fortë ju më ndiku, se në momentin që flet qeveria, tet për sistemin drejtësisë ta marrin, po ndikon qeveria, jo, qeveria nuk guxon me ndiku në raste caktuara, individuale, po ndukuria ka obligim. Nëse thet i kemi kaz vrasjet e dhunës familje, edhe qeveria quhet dhe kërkon llogari, qeveria e ka obligim e bën ato, sepse si dukuri, ose kemi shembull këtu vepra, ose këtu vrajtëse, ose kontrabandën me kash, ose me armë, ose nuk është ushtrim ndikimit, mirë po është i detyrim që shteti duhet me marrë mekanizm, përmes mekanizmave ligjor, me thonë çelni sy dhe veprani, nëse nuk dhjes ke metodë dhjes tjetra, nëse nuk mi po ti do të tregu çka ke bën. Ja, jemi të mënu ball pas punë ball, ja, po çao ç'ke ball, cila për ti ball. Ja na mënu, ha? Jena do të lakë 2-3 ditë çati në kodë se kena po kërkan. Jo, 2-3 javë, 2-3 muaj. Kof nevoja edhe me javë me çndru aty. Prandaj unë mendoj që pavarësisht punëve të mira që janë bë, duhet më bëj edhe shumë punë më të mira në secilin aspekt, sidomos në arsim, në ekonomi dhe në drejtësi, përndryshe kemi me çish kemi qenë më herët. Sepse populli ka vatu qeverinë, vetë vendosen dhe lisen guxza që 2 mandate ja ka dhënë besimin, pse ja ka dhënë? Hajnat në borg, luftimi korrupsionit, barazi, drejtësi për gjithë, rritje punësimit, rritje mirëqenies. Edhe këtu duhet mi mojë tash. Nuk u thyra marrë, ja, shkon shumë keq puna, edhe nuk di çfarë më bën. Ja, ti ke di që është keq. Edhe kur e ke di që është keq, ka thonë kam e bë mirë, kemë bë mirë. Prandaj nuk kam na besu kërkosh. Unë mendoj që duhet patjetër mbledhjes motorat, pe 204, edhe barazi për të gjithë. Në momentin që fillon qeveria, unë po besoj që tash do të formohet qeveria. Nuk ka rëndësi mo atë ka vatu, as ka vatu. Nuk ka më rëndësi mo ai çfarë partie i përket. Të drejtat themelore të barazia para ligjit duhet me qenë primare për të gjithë. Hiç nuk ka kur rëndësi. Nuk ka rëndësi është i këtij besimi fetar, përkatësie politike, etnike, racore, hiç.
unë kum ngrit kallëzim penal për shkak që është kestrajtur një fëmijë palestinez nga policia. Më kanë gjuar krejt pse fëmin palestinez. Këtu në Kosovë, Këtu në Kosovë. Po. Çka ka lidhje pse palestinez? Është qenie njerëzore. Palestina sa kanë luftë. Çka ka lidhje pse s'kanë luftë Palestina? Ky është fëmijë. Po dhe kryeministri i Palestinës Nord. Të drejtat elementare kemi ja respektuar mirë plot. Pse? Pse është njeri edhe i shtet ki detyrim. Prandaj unë mendoj se në secilin dikaster, qeveria, kuvendi, mekanizma tjerë duhet me rrit presionin ligjor që mos me thonë ja lam pa monor apo ja tregom çka pa monor, kështu a jeni në linje duke munuaja se ti mund të prashit në gjithë natën, po nuk e ke prashit, po duhet të prashit ato ku duhet. Prandaj unë mendoj se pavarësisht punëve të mira që më duhet me vazhdu të bëjë punë shumë të mira për Kosovën, jo për mua, se për subjektin tim, jo për Kosovën, sepse betimi është i tillë edhe obligimi është i tillë. Përndryshe Zoti është nalmi po poshtë i kalon njerëzit, priset me udhëheq edhe në ditën e gjykimit për ata që besojnë sikur unë që besoj, prisi pari ka me dhënë llogari çka ke bën për popullin tan, dhe kështu nëse ke bën, a ke mundë bë më tepër me ngrit mirëqenien apo jo? Nëse ke mundë bë më tepër, s'ke bën. Por ke bën vetëm aso pas ke bën. A nëse ke bën punë mirë, po ke mundë të më tepër. Apet kemu përgjigj. Njëj duhet të ligji. Gazmend i ke përfasu 50 raste, i ke fitu 30. Mirë, po pas ke mujt me fitu 35. Hajde e përgjësi për të 35. Se të kanë besua 5 herë. Ja, bërë ma shumë se 20, ja. Edhe për 5 e gjys. Prandaj mendoj që duhet mu dyfishu. Angazhime edhe një gjë. Hiç bre s'ka rëndësi pse të fyn dikush, a pse të ka nëz dikush, a pse të shon dikush. Hiç s'ka rëndësi. Kur ke marr pozitën u dasht, mi posmen. E patëm në rastin e prokurorit që ikë 13.000 kilometra larg për shkak një kanosi, ato tonë qytën herë ju, s'është herë. Ai kanos po rre. Që më mërë me çështjen e veteranëve, Po rre, ballafaqov. E unë s'kam familja, unë s'kam ndjenja, unë s'kam fytyra. Sa shumë janë bëhet, sa fyra janë bëhet, sa sulmi janë bëhet, sa kurtha janë bëhet, sa kurtha që publiku nuk e din as 3% janë bëhen. Edhe unë kam dikan, edhe unë kam mundësi me ik. Po rri këtë, edhe duhet me nejtë secili përndryshe pozitën se ke marrë me ik. Ki mu kanë nëse, ki mu gjuhe, kanë mu të rrezuku fëmija, kanë me të poshtruhe, kanë me të qujt me arma denigruse, kur që është me ngjeski me ngjohë vetën, po qa ka lidhi? Shet Giovanni Falconen, 450 zyrtar, kërë prokurori italian, i paqu, zyrtar qeveritari i paqu, në burg për korrupsion, 450 kg eksploziv, ja kanë qitë ministrë 3 maj, 2 natë të rejten, krejt autostrada o quj kara. Po qa ka lidhi? Duhet sakrificë. Prandaj, sharjet, fyet, kanoset, sulmet, raset, nuk guxojnë me na ndal. Madje, nuk guxojnë as me na mendu më ndal. Pse? Pse kemi obligim. Ata që vran, ato gra, ato fëmijë, ata pleq, ata djem, ato vajza. Jo, veç në ato 8 në ato 9, mos që hinë hak njerëzit, të thonë veç në jo, çështja shqiptare, vujtës kanë fillu, as kanë përfundu në ato 9. Po me shekuj, edhe ata kanë pas një tru shpirt, një tru familje, një tru ekonomi, po kanë thonë, une, du me dhonë ato në qëka të mojë, që shka thonë zotë i bëhet. E tashti, na jesë u kanu, ose aso FIFA, ja, ose u pa dita, po mëre pa ditëm. Nuk e di as vetë sa pa dine kam në përgjikata. Veç i lonë që aty, kur të më thirën shkaj, që ka lidhi, njerëzit kanë drejt, as nuk i këqyri me sytë keq, edhe këtë duhet se cili që me nërë me hi jetës publike, pozita që pa dim na, shtetërore duhet, me mod vehten mirë edhe mos me shqequ, as pa majtas, as zjatas, po me qenë rruga një kashe. Rruga, aty ku e kanë lo ata që janë vrojnë luft, aty ku e kanë lo mundimi e atyre pjesat ushtisë ligjëmtare të Kosovës, që ishte një vlerë ma sublime e popullit shqiptar, aty me vazhdu pastaj secili. Hiçbre s'ka rëndësia e kon shtar as e kon. Je kon pjesë e këtij popullit ku kanë zonë shkallë, ka vrarë, ka masakru. Do thotë, për mendimin tem gjithë kanë qenë ushtar. Edhe duhet me vazhdu secili. Prandaj ata njerëz që më identifikojnë mu kondero që kjo se konder. Ata ose s'kan truh logjike, ose janë pjesë e aty në banda të krimit, që tu fy mendojnë se u mnalin mu
mund dalë në atë rrugën për mi demaskuat edhe mi u thonë tjerëve mos u bani këta jo së mnalen. Edhe nuk u dhyna as me mendu, mund dalë se mos braps, vjen shprej. Dhe një pyetje të fundit, dhe shpejt, se jena ka minutat e fundit, gjykatë speciale janë të gjyku krerët e OÇK-s. Je morë shumë e qitë qështje. Qysh mendon që ka me konë epilogu i të soj, edhe a ko drejt gjykota me i moj që ka gjatë para burgim ato? E mu ka gjatë do vjetë që janë atje? Në gjykatë speciale nuk është duke u shkel asnjë drejt, i kanë avokat më eminent, veç qeveria ka pagu dikon 32 milion euro, janë ato fondet e famshme që i kanë pas, që i kanë hop, nuk di da janë krerë të që kësë das janë, shumë ma krerë të që kësë kinë liri, që kanë pushu time ndaj tyre, sepse s'ka pas prova, apo s'ka pas setime fare, kështu që gjykata është pasuri kombëtare, sepse ajo gjykon pavarësisht emrave dhe pozitave, ajo gjykon veprat në bazë provave dhe fakteve, nuk vendos në aspektin filozofik e politik, ajo ka ligjin, e ka kushtetutën, e ka provat, e ka faktet, të cilat janë sigurisht në mënyrë strikte ligjore, para burgim në momentin që kalon çështja në gjykatë, në vendos trupe gjykose merr edhe pëlqimin e prokurorit, mirë po është çështje e gjykatës, kjo është e rregulluar në njëjtë edhe në Kosovë, sepse prokurori varësisht prej peshës veprave ka shembull deri në 2 vjet apo deri në 2 e gjys, për vepra matrona, që ka të obligim me procedura këtë akuzën e gjykatë, në moment që shka këtë akuzën e gjykatë më vendos gjyqtari vetëm gjykues apo kryetari i trupit gjykues. Nuk e marr pëlqimin e prokurorit, por prokurori atëherë nuk ka ndaj rol në këtë aspekt. Nuk është se zvetet pak, mirë po nuk është vendimarrës. Po nuk është vendimarrës as pjesën më hershme, mirë po tani i shkon ty uzbe pozitatina. So për këtë me këtë çështje. Kanë dhe mbajnë para burgim rreth sa gjatë procedura. Nuk u zënë ti me liru dikanin për cilën ki bazë mjaftueshme që të ndikon hetimet, shmanget, krijon trazira, ndikon dëshmitar, me shumë për tregu sepse ta rënon gjithë procesin, gjithë rrjedhën e suksesshme të procedurës penale. Kjo ndodhet në Kosovë dhe ndodhet çdo shteti tjetër, ndërsa për epilogun unë më shumë besoj syve të mirë, po i besoj edhe profesionalizmit të gjykatës, aty janë njerëz shumë profesional, vinë për akademive të mëdha, babgjyshe, 4 gjyshe, nështë 2000 vjet linja aty që punojnë në sistem drejtësisë, aty nuk i intereson kush o gaze hiç, as çfarë pozite ka pas, ai e sheh gazën si të pandehur dhe e sheh Arditin si të dëmtuar dhe e sheh Albertin atje si dëshmitar, i sheh provat, i këshir provat a janë të lejueshme, janë të pranueshme, janë të besueshme, janë relevante, a ju kanë nështruar kontroll gjyqësor, a janë nxjerrë në mënyrë strikte ligjore dhe mbas tyre pasaj vendos, unë mendoj që ka me qenë një dënim, kanë më shpall fajtor, mendoj ashtu, edhe ka me qenë një dënim meritor, sepse unë mendoj ashtu, nëse dikush mendon ndryshe, le të mendon unë s'pja kufizoj kërkuj, as nuk ndekoj të trupet gjykues atje fare, mirë po mendoj që numri disa persona tjerë që duhet më gjyku, duhet me kalu numrin e 100, edhe duhet më gjyku se Kosova nuk mund me ecë përpara mbi krimet e pasbulune. Kazvan, faleminderit që pranove ftesën dhe ishe këtu me ne. Më thonë jam një mas mire nga gjitha ftesat tjera që kom pasë, di që jeni shumë të hapur, shumë drejt, nuk jeni të porositur për kërkuj, mirë po mendoni edhe me pasqyruar ato që është me interes për publikun, jam shumë mirë njerëz që ma keni bërë këtë. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Shikues të nderuar, ishim këtu me avokatin Gazmend Halilaj, ku diskutuam për rrugtimin e tij që nga lufta e deri në ditët e sotme. Deri në emisionin tjetër, mirëmbëjtje.